Pas një muaj agjërimi dhe sakrificash, besimtarët musliman festojnë sot Fitër Bajramin. Nga sheshi Skënderbej, ku u krye edhe falja e madhe, kreu i komunitetit musliman theksoi se shoqëria e sotme ka nevojë për njerëz me karakter që të mos ndrydhen nga frika dhe të ruajnë vlerat e familjes. Allahu Akbar. Me shpresën se sakrifica e një muaji u është pranuar nga krijuesi, besimtarët musliman festojnë sot Fitër Bajramin. Pas një muaji agjërimi dhe përkushtimi shpirtëror, mira e besimtar musliman janë mbledhur në sheshin Skënderbej për faljen e madhe të Fitër Bajramit. Kjo ditë e shenjtë shënon përmbylljen e muajit Ramazanit dhe sjell me vete mesazhe paqeje, solidariteti dhe lutjeje. Kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë u lut për agjërim të pranuar dhe më shumë forcë për të përballuar sfidat e jetës. Ne jetojmë në një epokë ku vlerat e familjes po lëkunden. Sot, më shumë se kurrë, kemi nevojë për njerëz me karakter, për besimtar që jo vetëm luten, por edhe ndërtojnë, që jo vetëm kërkojnë, por edhe japin, që nuk ndrydhen nga frika, por që ndrojnë në këmbë me të vërtetën. Kjo ditë nuk është vetëm një fest, por një mesazh. Ne jemi një kombë. Në faljen e namazit në qendër të Tiranës ishte i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i Ligës së Botës Islame, i cili veçoi vlerat që populli shqiptar ka përcjell brez pas brezi e që sot duhen marrë shembull nga e gjithë bota. Të gjithë e dim shumë mirë se nëpër botë sot kemi konflikte që burojnë edhe nga divergjenca apo qasjet e ndryshme fetare, kulturore dhe politike. Prandaj bota sot ka shumë nevojë që të ndjek shembullin e mrekullueshëm që jep shoqëria shqiptare nëpërmjet vlerave të saj të bashkëtesës dhe tolerancës ndërfetare. Allahu Akbar. Kjo ditë e veçantë është e mbushur me harmoni dhe urime nga besimtarët që gëzimin e Fitër Bajramit e ndajnë me të gjithë. Uroj besimtarët që të bëhen sa më të lumtur. Është dita më e gëzuar për ne. Lumturi, gëzim, harmoni, dashuri, falje mëkatesh. Gëzuar Bajramin. Ky është agjërues 30 ditë të Ramazanit me dëshirën e tij, paqe, bashkim, vllazërim. Zoti që na pranon. Agjërimin dhe gjithë mirat. Do shkojmë tash për vizita, do presim, do përcjellim. Agimi i Fitër Bajramit gjeti në sheshe e xhami besimtar të shumë në mbar vendin si në Durrës, Shkodër, Fier, Elbasan, Lezhë, Gjirokastër e Lushnjë.